Sa nga ne din kur duhet bëj një kontroll mjekësor. E sa prej nesh kontrollohen në mënyrë periodike për ta kapur në kohë një sëmundje tumorale. Për mjekët e spitalit Hygea jemi ende indiferent e nuk u kundërvihemi sëmundjeve vdekje prurëse si kanceri. Por fat keq, kanë ardhur shumë vonë dhe vinë shumë vonë në Shqipëri. Është koha të shpejtojmë hapin për t'i dhënë mundësi mjekësisë të sigurojë jetën. Kancerin po e ka herët. Ka shanse shumë të mëdha që të zhduket, mjekohet me sukses të mos bëhet më. Po erdhet me voneske, doktori sigurisht kanceri është një sëmundje që nuk fal. Dhe sot jo vetëm në Shqipëri, po edhe në botë ka përparësi mbi të gjitha sëmundjet e tjera, sepse po shtrin efektet e saj gjithmonë më të tepër edhe në mosha të reja. Mundësinë e gjejmë tek Spitali Hygea. Si në Athinë dhe në Tiranë, 3/4 të investimeve që janë bërë për kancer. Unë mund të guxoja të them që në spitalin tonë ne kemi brenda një spital vogël kanceri, plotësuar me të gjithë aparaturat, teknologjinë dhe mënyrën se si funksionon, që plotëson komplet ciklin e diagnozës dhe të mjekimit të sëmundjeve onkologjike. Në këtë spital, radioterapia zhvillohet me akselerator linear, shumë të nevojshme edhe në shërbimin publik të onkologjisë. Në luftë me këtë sëmundje është futur edhe mjekësia bërthamore. Përveç diagnozës, ndjekjes, si dhe vlerësimit të terapisë të këtyre pacientëve, kryesisht për metastazat e mundshme, që ne diagnostikojmë përmjet ekzaminimi, ky shërbim merret edhe me trajtimin e kancerit me izotop radioaktiv ose me lëndë radioaktive dhe kryesisht e kancerit tiroides. Në repartin e onkologjisë pranë Hygeas trajtohen çdo ditë gati 50 pacient. Për çdo njërin prej tyre zhvillohen konsulta në grup mes mjekësh, ku përcaktohet ndjekja dhe trajtimi i pacientit. Onkologët sugjerojnë të jemi të vëmendshëm ndaj çdo shqetësimi shëndetësor, por mbi gjithat bëjmë kontrolle periodike duke filluar nga mosha 40 vjeç.